Surja El-En'am. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të gjitha lavdërimet i qofshin vetëm Allahut, që krijoi qiejt dhe tokën dhe bëri errësirat dhe dritën. Megjithatë, mohuesit sajojnë zota të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Është ai që ju krijoi nga balta, pastaj caktoi një afat për ju dhe një afat tjetër që e di ai, por sërish ju dyshoni. Ai është Allahu në qiej dhe në tokë. Ai di të gjitha fshehtësitë tuaja dhe ato që i shfaqni haptazi. Ai di gjithçka që ju veproni. Sa herë që ju vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i kthejnë shpinën. Ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, por shpejt do ta shohin atë që e përqeshnin. A nuk shohin ata se sa breza para tyre i shkatruam, atyre që ne u mundsuam në tokë, çfarë nuk ju kemi mundsuar juve? Ne u lëshonim atyre shi të bollshëm nga qielli dhe patëm bërë që ndërta të rrjedhnin lumenj. Por për shkak të gjunaheve të tyre, i shkatëruam dhe sollëm popujt të tjerë. Edhe sikur të zbrisnim një libër të shkruar në letër, e ata ta preknin atë me duart e tyre, mohuesit sërish do të thoshin: kjo nuk është gjë tjetër, por veç se një magji e qartë. Ata thonë: përse të mos zbres së bashku me atë një melek? Nëse ne do zbrisnim një melek, çështja do të merrte fund dhe atyre nuk do t'u jepej afat. Sikur atë ta bënin melek, përsëri do ta sillnim te ju në formë njeriu, e kështu do t'u angatronim atyre atë që ata i angatruan vetes së vet. Janë përqeshur shumë të dërguar të tjerë para teje, por mbi ata që përqeshën profetët, u bë realitet ai dënimi i Zotit me të cilin talleshin. Thua ju: ecni nëpër tokë e shihni se si që e përfundimi atyre që mohuan të vërtetën. Thuaj: kujt i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë? Thuaj: vetëm të Allahut. Ai ja ka bërë detyrym vetes mëshirën. Ai patjetër do t'ju tuboj ditën e gjykimit, për të cilën nuk ka dyshim. Ata që e kanë humbur vetveten, kurrë nuk kanë për të besuar. Vetëm e tij është gjithçka që pushon natën e ditën. Ai është gjithdëgjues e i gjithditur. Thuaj: a të pranojmë mbrojtës tjetër veç Allahut, krijuesit të qiejve dhe të tokës, i cili ushqen të tjerët dhe vet nuk ushqehet? Thuaj: jo, unë jam i urdhëruar të jemi pari që i dorëzohet Allahut, pra mos u bëni kurse si nga idhujtarët. Thuaj: vërtet unë i friksohem dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i bindem Zotit tim. Atë që shpëtohet nga dënimi i asaj dite, vërtet Allahu e ka mëshiruar. Ky është shpëtim i vërtet. Nëse Allahu të godet me ndonjë të keqe, askush veç ti nuk mund ta largoj. E nëse ai të dhuron ndonjë të mirë, pa dyshim që ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Ai është sunduesi si për robërve të tij. Ai është i urti, i gjithdituri. Thuaj: kush është ai që e ka dëshminë më të fortë? Thuaj: Allahu është dëshmues mes meje dhe jush. Mua më është shpallur ky Kur'an, që me të t'ju tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet. Vallë, ju po dëshmoni se veç Allahut ka edhe zota të tjerë? Thuaj: jo, unë nuk dëshmoj, ai është vetëm një Zot,
dhe unë distancohem nga gjithçka që ju adhuroni, përveç tij. Ata të cilëve ne u dham librin e njohin Muhammedin siç njohin bijtë e tyre. Këta janë ata të cilët kanë shkatëruar vetveten, prandaj nuk besojnë. Kush është më mizor se sa ai që shpif gënjeshtra kundër Allahut apo që i mohon shpalljet e tij? Keqbërësit kur nuk gjejnë shpëtim. Një ditë ne do t'i bëjmë të gjithë dhe do t'u themi idhujtarve: ku janë idhujt tuaj që pretendonit se ishin ortak të Allahut? Atëherë atyre s'u mbetet përgjigje tjetër përveç se të thonë: betohemi në Allahun, Zotin ton, se nuk ishim idhujtar. Shih se si gënjejnë kundër vetes dhe se si i u humbasin idhujt që veti trillonin. Ka prej tyre që mëtojnë se të dëgjojnë, por ne kemi hedhur mbulesë mbi zemrat e tyre, që të mos e kuptojnë atë dhe veshët ua kemi bërë të shurdhër. Dhe sikur të shihnin të gjitha shenjat, ata nuk do të besonin. Kur vinë tek ti që të polemizojnë, mohuesit thonë: kjo nuk është gjë tjetër vetëm se porrall e vjetër. Ata i ndalojnë të tjerët nga Muhamedi dhe vetë largohen prej atij. Por me këtë, ata shkatërrojnë veç veten e tyre dhe nuk e kuptojnë. Sikur t'i shihje ata kur të ndalen përpara zjarrit, ata do të thonë: sikur të ktheheshim në dynja. Atëherë nuk do t'i mohonim argumentet e Zotit ton, por do të bëheshim besimtar. Po, atyre u del në shesh ajo që më pare mbanin të fshehur, por edhe sikur të ktheheshin, ata do të kryenin sërish atë që u ishte ndaluar. Me të vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata thonë: veç jetës sonë në këtë botë, nuk ka gjë tjetër dhe kur nuk do të ringjallemi. Sikur t'i shihje ata kur të qëndrojnë përpara Zotit të tyre, atyre do t'u thuhet: a nuk është kjo e vërteta? Ata do të thonë: po, për Zotin ton. Ai do t'ju thotë: shijojeni atëherë dënimin, për shkak se ju e mohonit besimin e drejtë. Të humbur janë vërtet ata që e mohojnë takimin me Allahun. Kur ora e kiametit t'u vi befas, ata do të thonë: të mjerët ne për ato që i shpërfillëm, dhe në shpinë do të gjunahet e veta, sa i shëmtuar është ajo barë që do ta bartin. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se lojë e dëfrim. Nuk ka dyshim se bota tjetër është më e mira për të devotshmit. A nuk logjikoni? Ne dim se ty të brengos ajo që ata të thonë. Ata në të vërtet nuk të mohojnë ty, por ata keqbërës mohojnë me forcë argumentet e Allahut. Edhe para teje janë mohuar shumë të dërguar, por ata durruan mohimin dhe mundimet, derisa u erdhi ndihma jonë. Askush nuk mund të ndryshoj fjalët e Allahut. Tashmë, ty të kanë ardhur disa nga ngjarjet e të dërguarve. Nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, kërkoj atëherë, nëse ke mundësi ndonjë tunel në tokë ose shkallë në qiell, e të sjellësh atyre ndonjë argument. Po të kishte dashur Allahu, do t'i kishte bashkuar në rrugë të drejtë, prandaj mos u bëj si ignorantët. Vetëm ata që dëgjojnë i përgjigjen ftesës. Allahu do t'i ringjallë të vdekurit dhe të gjithë do të kthehen tek ai. Ata thonë: përse nuk i zbret atij ndonjë mrekulli nga Zoti i tij? Thua ju, s'ka dyshim se Allahu ka fuqi të zbresë një mrekulli, por shumica e tyre nuk e din këtë. Të gjitha kafshët në tokë dhe të gjithë shpendët që fluturojnë me dy krahë, të gjithë janë të ndarë në bashkësi, ashtu sikurse edhe ju.
Asgjë nuk kemi lënë pa përmendur në libër. Në fund, te Zoti e tyre do të bohen të gjithë. Ata që mohojnë shpalljet tona janë shurdh e memes, të përhumbur në errësira. Allahu e lë në humbje atë që ai dëshiron dhe vë në rrugë të drejtë atë që ai dëshiron. Thua ju, nëse ju vjen dënimi i Allahut ose ju vjen ora e Kiametit, vallë, a do të thërrisnit për ndihmë dikë tjetër veç Allahut? Përgjigjuni nëse jeni të sinqert. Përkundrazi, vetëm atij do t'i luteshit dhe po të donte, ai do t'ju largonte atë për të cilën i luteni, e ju do t'i harronit ata zota të rrem që ia shoqëronit. Ne kemi quar të dërguar në shumë popuj para teje. Ne i dënuam ata popuj me skamje e mjerim që të mësonin të përuleshin. Përse atëherë nuk mësuan të përuleshin pas ju erdhi dënimi ynë? Sepse zemrat e tyre ishin të ngurta dhe shejtani u ahirshoi atë që bënin. Por me që ata i shpërfillën porosit, ne u hapëm të gjitha dyert e kënaqësive dhe kur ata po gëzonin për ato që ju ishin dhënë, i ndëshkuam në befasi e ata mbetën të pashpresë. Kështu u zhduk mbeturinë e fundit e keqbërësve. Të gjitha lavdërimet i qofshin Zotit të botëve. Thuaj, mendoni sikur Allahu t'ju merrte të dëgjuarit e shikimin dhe t'u mbyllte zemrat. Atëherë, cili Zot tjetër veç Allahut do t'u jepte ato? Shih se si u sqarojmë në shenjat, por sërish ata nuk u vën veshin. Thuaj, mendoni sikur dënimi i Allahut t'ju vinte befas ose hapur. Vallë, a do të shkatërrohej tjetër kush veç njerëzve të padrejtë? Ne i kemi sjell të dërguarit veç se si përgëzues dhe qortues. Ata që besojnë dhe i përmirësojnë veprat e tyre nuk kanë për të pasur frikë e as brenga. Kurse ata që i mohojnë shenjat tona do t'i përfshi dënimi sepse ata kaluan kufit. Thua ju, nuk ju them se kam në zotrim thesaret e Allahut, as nuk mëtoj se i di fshehtësit e as nuk ju them se jam melek. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet. Thua ju, është një lloj verbëri me atë që sheh, a nuk mendoni? Paralajmëroj nëpërmjet Kuranit ata që i friksohen llogarisë para Zotit të tyre, me qëllim që të ruhen, sepse veç ti, ata nuk do të kenë as një mbrojtës apo ndërmjetës. Mos i largo ata që adhurojnë Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje me sinqeritet ndaj tij. Ti nuk mban përgjegjësi për asnjë nga veprat e tyre. Ashtu si edhe ata nuk mbajnë përgjegjësi për veprat e tua. Nëse i largon ata, bëhesh si të padrejtët. Kështu i sprovojmë ne disa me disa të tjerë, derisa të thonë, vallë, këta janë ata që përzgjodhi Allahu mes nesh dhe u dhuroi mirësi. Por a nuk është Allahu më i dituri për ata që janë mirënjohës? Kur të vinë tek ti ata që i besojnë ajetet tona, thua ju, Selamun aleikum, Zoti juaj ja bëri detyrë vetes së vet mëshirën. Nëse ndonjëri prej jush bën ndonjë të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se Allahu është falës dhe mëshirëplot. Kështu i sqarojmë ne argumentet në mënyrë që të dalë në shesh rruga e keqbërësve. Thuaj, unë jam ndaluar të adhuroj ata që ju i adhuroni krahas Allahut. Thuaj, unë nuk i ndjek dëshirat tuaja sepse atëherë do të isha i humbur e jo prej të udhëzuarve. Thuaj, unë kam argument të qartë nga Zoti im, ndërsa ju e mohoni atë. Ai që ju e kërkoni me ngut nuk është në dorën time. Gjykimi për gjithçka i takon vetëm Allahut. Ai shpall të vërtetën dhe ai është më i miri i gjykuesve. Thuaj, sikur të ishte në dorën time, ajo për të cilën nguteni, çështja mes meje dhe jush do të kishte përfunduar. Allahu është i gjithditur për keqbërësit.
Vetëm tek ai janë çelësat e fshehtësive dhe ato nuk i di askush përveç tij. Ai di çfarë ka në tokë dhe në det. As edhe një gjethe nuk bie pa dijenin e tij. Nuk ka kokër në thellësitë të tokës, s'ka të njohur dhe s'ka të thatë që nuk është në librin e qartë. Është ai që ju a merr shpirtrat natën në gjumë dhe që e di mirë ato që keni bërë ditën. Më pas, ai ju a kthen ato për të vazhduar deri në afatin e caktuar. Në fund, tek ai do të ktheheni dhe do t'ju tregoj të vërtetën e asaj që keni bërë. Ai është sunduesi mbi robët e vet. Ai vërroja për ju. Më në fund, kur ndonjërit prej jush i vjen vdekja, të dërguarit tanë ja marrin shpirtin dhe ata kur nuk bëjnë lëshime. Pastaj, të gjithë do të kthehen tek Allahu, tek sunduesi i tyre i vërtet. Vetëm atij i takon sundimi dhe ai është më i shpejti në llogari. Thuaj, kush ju shpëton prej errësirave të tokës e të detit, kur ju i luteni atij për ulësisht e fshehtas? Sikur të na shpëtojë prej kësaj, ne do të jemi mirënjohës. Thuaj, është Allahu ai që ju shpëton prej këtyre dhe prej çdo brenge tjetër. Megjithatë, ju adhuroni zota të rrem. Thuaj, ai është i plot fuqishëm t'ju sjellë një dënim prej së larti ose prej së poshtmi nën këmbët tuaja, ose t'ju ndaj në grupe e të luftoni njëri me tjetrin. Shih se si sqarojmë ne argumentet në mënyrë që ata të kuptojnë. Populli yt e mohoi këtë Kur'an, ndonse ai është vetë e vërteta. Thuaj, unë nuk jam bikqyrë si juaj. Çdo mesazh ka afatin e vet të plotësimit dhe ju do ta kuptoni më vonë. Kur i sheh ata që nënshmojnë ajetet tona, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Nëse shejtani të bën të harrosh atëherë, kur të kujtohesh, mos rri më me njerëz të padrejtë. Ata që janë të devotshëm ndaj Allahut nuk kanë kurrfar përgjegjësie për veprat e mohuesve, por le t'i paralemrojnë ata që të rruhen. Largohuni prej atyre që e marrin fenë e vet si lojë e dëfrim, të mashtruar nga jeta e kësaj bote. Ti këshillo me Kur'an që njeriu të mos bjerë viktime pa shpresë e asaj që ka vepruar. Ata nuk do të kenë ndihmëtar përveç Allahut dhe as ndërmjetësues. Edhe sikur të japin çdo lloj shpagimi, ai nuk do t'u pranohet. Këta janë ata që ranë viktima të pashpresa të veprave që punuan. Ata do të kenë si pije ujë të nxehtë dhe dënim të dhëmshëm për shkak të mosbesimit. Thuaj, ata adhurojnë veç Allahut diçka që nuk na sjell as dobi as dëm dhe të bëjmë prapa, pasi Allahu na udhëzoi. Atëherë do të bëheshim si ai, të cilin shejtanët e kanë humbur në tokë duke e lënë të hutuar. Ai ka shok që e thërrasin në rrugë të drejtë. Eja te ne. Thuaj, i vetmi udhëzim është udhëzimi i Allahut dhe ne jemi urdhëruar që t'i dorëzohemi vetëm Zotit të botëve. Përkryejeni namazin dhe kijeni frikë Allahun. Allahu është ai tek i cili do të tuboheni. Është ai që krijoi qiejt dhe tokën me një qëllim të madh. Friksojuni ditës kur ai do të thotë, bëhu dhe ajo bëhet. Fjala e tij është e vërtetë dhe vetëm atij takon sundimi ditën kur do t'i fryhet surrit. Ai e di edhe të fshehtën edhe të dukshmen dhe ai është i urti që çdo gjë e di me hollësi. Kujtoni kur Ibrahimi i tha babait të vet, Azerit, vallë, statujat po adhuron si zota? Unë po shoh që ti dhe populli yt jeni në humbje të sigurt. Kështu i mundësuam Ibrahimit të shihte mbretërinë e qijeve dhe tokës për t'u bërë edhe më i bindur. Kur atë e mbuloi nata, ai pa një yll dhe tha: "Ky është Zoti im." Por kur ai u zhduk tha: "Unë nuk i dua ata që humbin." Kur e pa hënën duke dalë tha: "Ky është Zoti im." Por kur ajo perëndoi, tha:
Nëse Zoti im nuk më udhëzon, unë do të jem prej njerëzve të humbur. Kur e pa diellin duke dalë, tha: "Ky është Zoti im, ky është më i madh." Por kur ai perëndoi, tha: "O populli im, unë distancohem nga idhujtaria juaj." Unë i përkushtojmë vetëm atij që krijoi qiejt e tokën me besim të drejtë. Unë nuk jam prej idhujtarve. Kur populli i tij polemizoi me të, ai tha: "Polemizoni me mua rreth Allahut, pasi ai më udhëzoi." Unë nuk u friksohem idhujve tuaj, por vetëm Zotit tim nëse ai dëshiron diçka. Zoti im ka përfshirë me dijen e tij çdo gjë. A nuk e mendoni? Si tu friksohem unë idhujve tuaj, kur ju nuk friksoheni për atë që adhuroni veç Allahut, pa pasur kurrfar argumenti. Cilës pali takon të jetë e sigurt, nëse vërtet e dini? Atyre që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatëruan me padrejtësi, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Këto janë shenjat tona, të cilat i dham Ibrahimit kundër popullit të tij. Ne ngrem në gradë të lartë atë që duam. Pa dyshim, Zoti yt është i urtë e i gjithditur. Ne i falëm atij Ishakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e udhëzuam. Para tij patëm udhëzuar edhe Nuhun. Edhe nga pasardhësit e tij udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musan dhe Harunin. Kështu i shpërblejmë bamirësit. Edhe Zekerian, Jahjan, Isan dhe Iliasin, të gjithë ishin prej të mirëve. Edhe Ismailin, Eliesan, Yunusin dhe Lutin, të gjithë këta i veçuam mbi njerëzit e tjerë. Edhe shumë prej prindërve, pasardhësve dhe vëllezërve të tyre i zgjodhëm dhe i udhëzuam në rrugë të drejtë. Ky është udhëzim i Allahut. Ai udhëzon këtë dojë nga robërit e tij. Nëse do të bënin idhujtari, atëherë do të asgjësohej çdo vepër e tyre. Këta janë ata të cilëve ne u dham librin, urtësinë e profecinë. E nëse këta refuzojnë, ne kemi siguruar atë me një popull që nuk refuzon. Këta ishin ata të cilët Allahu i udhëzoi në rrugë të drejtë, prandaj me udhëzimin e tyre udhhiqu. Thuaj: unë nuk kërkoj për këtë asnjë shpërblim prej jush. Ky është vetëse një mesazh për mbar njerëzimin. Ata nuk e madhëruan Allahun ashtu si e meriton kur than: Allahu nuk i shpalli gjë askujt. Thuaj: kush e zbriti librin me të cilin erdhi Musai? Një dritë e udhërofyes për njeriun, por ju e keni bërë atë të shpërndar në flet, duke shfaqur disa prej tyre, por duke fshehur një pjesë të madhe të tyre. Juve ju mësua ajo që nuk e dinit, as ju e as prindërit tuaj. Thuaj: Allahu, pastaj lëri ata të zhyten në kotësinë e tyre. Edhe ky është libër që e zbritëm ne. Ai është i begatshëm dhe vërtetuesi shpalljeve të mëparshme. Ne i shpallëm për të paralajmëruar nënën e qyteteve, Mekën dhe gjithçka përreth saj. Ata që besojnë në ahiretin, besojnë edhe në atë libër dhe janë të rregullt me namazin e tyre. Kush është gjunaqar më i madh se sa ai që trillon gënjeshtra ndaj Zotit ose thot: mua më vjen shpallje, ndërkohë që nuk i shpallet asgjë, ose që thot: unë mund të zbuloj diçka të ngjajshme me atë që ka zbritur Allahu. Sikur t'i shihje zorët kur janë në agoni të vdekjes, ndërsa melekët kanë ushtrirë duart e veta e u thonë: jepeni shpirtin. Tani do të vuani dënimin poshtrues sepse ju thoshit të pavërteta për Allahun dhe ndaj shenjave të tij tregoheshit kryeneq. Tashmë ju na vini të vetmuar, ashtu si ju krijuam së pari, duke lënë pas vetes gjithçka që ju patëm dhënë. Nuk po shohim të jenë me ju ndërmjetësit tuaj, për të cilët betonit se ishin ortakët e Allahut. Pa dyshim, sot është këputur çdo lidhje mes jush dhe ka humbur gjithçka që ju shpresonit.
Është Allahu ai që e bën farën dhe bërthamën të mbi. Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli. Ky është Allahu. Atëherë, si I largoheni së vërtetës? Ai është krijuesi dritës së mëngjesit. Natën e bëri për qetësi, kurse diellin dhe hënën për llogaritjen e kohës. Ky është caktim I ngadhnjimtarit të gjithë diturit. Është ai që I bëri yjet për ju që të orientoheni nëpërmjet tyre, nëpër errësirat e tokës dhe të detit. Vërtet, ne kemi shpjeguar me hollësi shenjat tona për njerëzit që dinë të mendojnë. Është ai që ju krijoi prej një njeriu të vetëm. Në të, pra në tokë, do të jetoni dhe nën të do të prisni ringjalljen. Ne u shpjegojmë shenjat tona njerëzve që kuptojnë. Është ai që e lëshon ujin nga qielli dhe me të nxjerr bimësi të gjitha llojeve. Prej tyre ne nxjerrim gjelbrim dhe drithëra me kokra të dendura në kallinj. Nga palma e hurmës dhe sythet e tyre dalin kalavesh hurmash që varen poshtë. Ne nxjerrim edhe kopshte me hardhi, ullinje shejk të ngjajshme e jo të ngjajshme. Vështroni frutat e tyre kur formohen e piqen. Në të gjitha këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Ata I shoqërojnë Allahut ortak prej gjindëve, kur në të vërtet Allahu I ka krijuar ata dhe pa pasur as pak dituri. Ata shpifin se ai ka djem e vajza. I pastër nga çdo mangësi dhe I lartësuar është ai nga përshkrimet e tyre. Është ai që krijoi qiejt dhe tokën pa asnjë model të mëparshëm. E si do të ketë ai fëmijë kur nuk ka bashkëshorte? Ai ka krijuar çdo gjë dhe ka dieni të plot për gjithçka. Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Tij. Ai është krijuesi çdo gjëje, prandaj vetëm atë adhurojeni. Ai përkujdeset për gjithçka. Asnjë shikim nuk mund ta përfshijë atë, por është ai që I përfshin të gjitha shikimet. Ai është I madhërisëm, I butë dhe di hollësisht gjithçka. Tashmë ju kanë ardhur prova të qarta nga Zoti juaj. Kush I sheh, ai e ka për veten e vet, e kush mbyll syt, ai bën dëm vetes. Unë nuk jam mbikëqyrë si juaj. Kështu, ne ta kemi shtjelluar në imtësi shpalljen, aq sa ata të thonë, ti ke mësuar këto nga të tjerë dhe që tua bëjmë të qarta njerëzve të ditur. Prandaj ti pasoje atë që të shpallet nga Zoti yt. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Tij dhe distancohu prej idhujtarve. Sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idhujtar, por ne nuk të bëm mbikëqyrës të tyre dhe Ti nuk je përgjegjës për ta. Mos u ashani idhujt të cilëve ata I u luten krahas Allahut, sepse nga armiqësia dhe padituria e tyre ata mund të shajnë Allahun. Kështu, ja kemi zbukuruar ne çdo popull I veprimet e veta. Në fund, kthimin e kanë tek Zoti I tyre dhe atëherë do t'i shpërblej për çdo gjë që kanë bërë. Ata betojnë fuqishëm në Allahun se nëse u vjen ndonjë shenjë e veçantë, do ta besojnë. Thua ju, të gjitha shenjat janë në dorën e Allahut, por ku mund ta dini ju se edhe sikur t'u vinë shenjat, ata përsëri nuk do të besojnë. Ne do t'u largojmë zemrat dhe shikimet atyre, ashtu sikurse nuk e besuan shpalljen e Zotit për herë të parë dhe do t'i lëm të bredhin të hutuar në shfrenimin e tyre. Edhe sikur t'u dërgonim me lekët, t'i bënim të vdekurit t'u flisnin atyre dhe t'i t'u bonim të gjitha gjërat para tyre, ata përsëri nuk do të besonin, nëse Allahu nuk do të donte, por shumica atyre nuk e din të vërtetën. Çdo profeti ne I bëm armiq prej shejtanëve, njerëz dhe gjinde, që frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë të bukura e mashtrime. Sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të vepronin ashtu, por Ti lëri ata dhe trillimet e tyre. Le të anojnë andej zemrat e atyre që nuk besojnë në botën e ardhshme dhe
le të kënaqen me të e të ngarkohen me ato gjunahe që janë duke u ngarkuar. Vallë, a të kërkoj gjykatës tjetër veç Allahut, kur është ai që ju a zbriti librin qartësues. Ata të cilëve u kemi dhënë libër e din mirë se ai është zbritur prej Zotit tënd me të vërtetën. Prandaj, mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Fjala e Zotit tënd është plot vërtetësi dhe plot drejtësi. Askush nuk mund të ndryshoj fjalët e tij. Ai është gjithë dëgjues e gjithë shikues. Në qoftë se u binde shumicës në tokë, ata do të devijojnë nga rruga e Allahut. Ata ndjekin veç se supozime dhe nuk bëjnë asgjë tjetër por veç se gënjejnë. Zoti yt e di më së miri se kush është larguar nga rruga e tij dhe ai e di më së miri se cilët janë të udhëzuarit. Hani vetëm atë mish gjatë therrjes së të cilit është përmendur emri i Allahut, nëse vërtet jeni besimtar të shpalljeve të tij. Përse të mos e hani atë mish që është therrur duke u përmendur emri i Allahut, kur ai tashmë ju ka shpjeguar plotësisht atë që është e ndaluar për ju, përveç se kur jeni të detyruar nga nevoja. Vërtet, të shumt janë ata që me dëshirat e tyre të shfrenuara i devijojnë të tjerët nga e vërteta, duke mos pasur as pak dituri. Pa dyshim, Zoti yt i di më së miri ata që i shkelin kufit. Largohuni nga të gjitha gjunahet, si të haptat, ashtu edhe të fshehtat. Ata që bëjnë gjunahe do të ndëshkohen për atë që kanë bërë. Dhe mos hani nga mishi që nuk është therrur duke përmendur emrin e Allahut. Me të vërtet, ky është gjunah. Por shejtanët i nxisin miqtë e tyre që të polemizojnë me ju. Nëse ju u bindeni atyre, atëherë do të jeni si ata. Vallë, a është një lloj ai që ishte i vdekur, por që ne i ngjallëm e i dham dritë, me të cilën ecën mes njerëzve, me atë që ka mbetur në thellësinë e errësirave, nga të cilat nuk mund të dalë asnjëherë. Kështu, mohuesve u duken të këndshme veprimet e tyre. Kështu, në çdo qytet ne kemi bërë që krerët e kriminalëve të ngrenë kurthe kundër të vërtetës, por me kurthet e tyre, ata godasin veç vetveten, por nuk e dinë. Kur u vjen ndonjë shenjë nga Allahu, ata thonë: nuk kemi për të besuar, derisa neve të na jepet diçka e ngjajshme me atë që u është dhënë të dërguarve të Allahut. Por Allahu e di më së miri se kujt i dhuron shpalljen e vet. Keqbërësit do t'i godas poshtrimi para Allahut dhe dënimi i fortë për të gjitha kurthet e tyre. Atë që Allahu dëshiron ta udhësoj, i azgjeron gjoksin për Islamin, ndërsa atë që dëshiron ta lërë të humbur, i e bë gjoksin të ngushtë e të rënduar, si të ishte duke u ngjitur në qiell. Kështu e zbret Allahu dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e Zotit tënd, e drejtë. Ne i shpjeguam qartë argumentet për ata që përfitojnë. Për ta është përgatitur vendi i paqes pranë Zotit të tyre. Ai është miku i tyre për ato vepra që ata bën. Një ditë ai do t'i tubojë të gjithë dhe do t'ju thotë: o grumbull i gjindëve, shumë keni marrë nga njerëzit, ndërsa njerëzit që ishin miq të tyre do të thonë: Zoti ynë, ne përfituam nga njëri tjetri, por ne e arritëm afatin ton, të cilin ti na e kishe caktuar. Allahu do të thotë: zjarri është vendi juaj i banimit. Ju do t'jeni përjetësisht në të, përveç nëse dëshiron Allahu. Vërtet, Zoti yt është i urtë e i gjithditur. Kështu, ne i bëm keqbërësit sundues mbi njëri tjetrin për shkak të asaj që veprojnë. O grumbull i gjindëve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhën nga mesi juaj të dërguar që t'ju tregonin argumentet e mia dhe t'ju paralemronin për takimin e kësaj dite? Ata do të thonë: po, dëshmojmë kundër vetes son. Ata i mashtroi jetë e kësaj bote, prandaj do të dëshmojnë kundër vetes se vërtet ishin mohues. Kështu janë dërguar profet sepse Zoti yt kur nuk e shkatron asnjë vend për padrejtësitë e tyre, nëse banorët e tij janë të paparalajmëruar.
por secili do të ketë shkallë sipas veprave të veta. Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve të tyre. Zoti yt është i pasuri, zotruesi i mëshirës. Po të dëshironte, ai mund t'ju shkatronte ju dhe të sillte në vendin tuaj këtë donte, ashtu sikurse ju solli ju nga pasardhësit e popujve të tjerë. Ajo që ju është premtuar patjetër do të vijë e ju nuk mund ta pengoni atë. Thuaj, o populli im, vazhdoni në ato që jeni duke bërë, e unë do të vazhdoj në atë që jam duke bërë. Por më vonë do ta mësoni se kujt do t'i takoj e ardhmja e lavdishme. Sigurisht që keqbërësit nuk kanë për të gjetur shpëtim. Nga të lashtat e nga kafshët shtëpiake që ai ka krijuar, ata e ndanin një pjesë për Allahun dhe thoshin: "Kjo është për Allahun", ndërsa kjo është për idhujt tanë. Por ajo që do t'ishte për idhujt nuk duhet të shkonte për Allahun, ndërsa ajo që veçohej për Allahun mund të shkonte për idhujt e tyre. Sa i shëmtuar ishte gjykimi i tyre. Shumicës së idhujtarëve, idhujt u ahieshuan vrasjen e fëmijëve të tyre për t'i devijuar dhe për t'u ngatruar besimin e drejtë. Po të dëshironte Allahu, ata nuk do ta bënin atë, prandaj lëri ata dhe trillimet e tyre. Ata thoshin: "Këto e këto kafshë dhe këto e këto bim janë të ndaluara e nuk mund të ushqehemi me to, përveç se ata të cilëve ne u alejojmë. Këto kafshë janë të ndaluara për ngarkesë, këto janë kafshë që nuk therren me emrin e Allahut." Të gjitha këto ishin shpifje ndaj tij, prandaj ai do t'i ndërshkoj për shpifjet e tyre. Ata thoshin: "Ajo që gjendet në barkun e këtyre bagëtive u përket vetëm meshkujve tanë, kurse për gratë tona janë të ndaluara. Por, nëse lindnin të ngordhura, ata të gjithë kishin pjesë në të." Ai do t'i ndërshkoj ata për këtë lloj gjykimi. Ai është i urtë e i gjithditur. Kanë humbur ata që i vrasin fëmijët e tyre nga marrësia e padituria dhe duke trilluar kundër Allahut, kanë bërë të ndaluar ushqimin që Allahu ua ka dhënë. Ata janë shmangur rrugës së drejtë dhe nuk janë të udhëzuar. Është ai që krijoi kopshte me pjergulla e pa pjergulla, hurma dhe drithëra të ndryshëm, ullinj dhe shejk, të ngjajshme e jo të ngjajshme. Hani nga frutat e tyre kur të piqen, ndërsa ditën e vjeljes së frutave jepni pjesën që është detyrueshme, por mos shpërdoroni se ai nuk i do shpërdoruesit. Nga kafshët, disa janë për ngarkesë dhe disa për mish. Hani nga ato që ju ka dhuruar Allahu e mos ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai është armiku juaj i betuar. Janë 8 krerë bagëtish, 2 krerë dhensh femër e mashkull, 2 krerë dhish femër e mashkull. Thuaj, a janë ndaluar meshkujt apo femrat e këtyre, apo ajo që mbajnë në bark femrat? Më tregoni pra, me dije të saktë, nëse ato që thoni janë të vërteta. Edhe nga devet janë 2 krerë, femër e mashkull, dhe nga lopët 2 krerë, femër e mashkull. Thuaj, a janë ndaluar meshkujt apo femrat, apo ajo që mbajnë në bark femrat? Mos vallishi dëshmitar kur Allahu vendosi këto rregulla. E kush është më i padrejtë se ai që trillon gënjeshtra ndaj Allahut për t'i devijuar njerëzit nga padia e tyre? Padyshim, Allahu nuk i udhëzon keqbërësit. Thuaj, në shpalljen që më është dhënë nuk gjej ushqime të ndaluara veç mishit të ngordhur, gjakut që derdhet vrullshëm dhe mishit të derrit sepse janë të ndyrë. Dhe mishit që nuk therret me emrin e Allahut, që është shkelje e kufive të tij. E për atë që është i detyruar të hajë nga këto, por duke mos pasur për qëllim shijimin dhe duke mos e tepruar, Zoti yt është falës e mëshirëplot. Judejve ju ndaluam çdo kafshë një thundarke. Përsa u përket lopëve dhe deleve, u ndaluam vjamin e tyre, veç atij në shpinën dhe në zorët e tyre, dhe atij të përzier me kockat. Këtë e vendosëm si ndërshkim ndaj shkeljeve të tyre dhe ne themi vetëm të vërtetën.
Në qoftë se ata të quajnë gënjeshtar, thuaju, me të vërtet, Zoti juaj e ka mëshirën të gjerë, por dënimi i tij kur nuk do të sprapset nga një popull keqbërës. Idhujtarët do të thonë, sikur të kishte dashur Allahu, nuk do të ishim idhujtar as ne e as prindërit tanë, e as nuk do të kishim bërë harame. Kështu kanë gënjur edhe ata që ishin para tyre. Derisa përjetuan dënimin ton të ashpër, thuaju, a keni ndonjë dije të sigurt për të na paraqitur? Ju mbështeteni vetëm në hamendje, ju në të vërtet vetëm se gënjeni. Thuaj, Allahu zotron argumentin më të plot dhe, sikur të kishte dashur, ai do t'ju kishte udhëzuar të gjithëve. Thuaj, sillni dëshmitar që të dëshmojnë se Allahu ka ndaluar këtë e atë. Nëse duan të bëjnë dëshmi të rreme, ti mos dëshmo bashkë me ta. Kur mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i konsiderojnë si gënjeshtra, nuk besojnë jetën e përtejme dhe sajojnë zotat të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Thuaju, ejani t'ju kumtoj ato që vërtet ju a ka ndaluar Zoti juaj, të mos adhuroni asgjë tjetër përveç tij, të silleni mirë me prindërit, të mos i vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne ju furnizojmë ju dhe ata, të mos u afroheni gjunaheve, të hapura apo të fshehura qofshin, dhe të mos vrisni atë që Allahu i ka ndaluar të vritet, veçse kur e do drejtësia. Këto janë porositë e tij që ju të mendoni thellë. Mos ju afroni pasurisë së jetimit, veçse në mënyrë më të mirë, derisa ai të arrijë pjekurin. Masni dhe peshoni me drejtësi. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri përtej mundësive të veta. Kur të flisni, duhet të jeni të drejtë, edhe kur çështja është për të afërmit tuaj. Plotësojeni zotimet që i bëni Allahut. Këto janë porositë e tij me qëllim që ju të kujtoni. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj përmbajuni asaj e mos ndiqni rrugë të tjera, të cilat ju largojnë nga rruga e tij. Këto janë porositë e tij për ju, në mënyrë që ju të jeni të devotshëm. Pastaj, ne i dham Musait librin si plotësim të mirësive tona për ata që ishin vepër mirë e të bindur. Ai shpjegonte gjithçka me hollësi dhe ishte udhërrëfyese mëshirë që ata të besonin se do të takoheshin me Zotin e tyre. Me të vërtet, edhe ky është një libër të cilin ne e zbritëm si bekim. Përmbajuni mirësive të tij dhe jeni të devotshëm që të mëshiroheni. Që të mos thoni, libri u zbrit vetëm 2 popujve para nesh, kurse ne nuk dinim gjë për libra qiellor dhe mësimet e tyre. Dhe që të mos thoni, sikur libri të na kishte zbritur neve, do ta kishim ndjekur udhëzimin e tij edhe më mirë se ata. Tani që ju erdhi nga Zoti juaj një argument i qartë dhe një udhëzim e mëshirë, kush është më keqbërës se ai që i mohon argumentet e Allahut dhe u kthen shpinën atyre. Ne do t'i godasim me ndërshkim më të rënd ata që u kthen shpinën argumenteve tona dhe që pengojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Vallë, a mos po presin tani t'u vinë me lekët ose vetë Zoti yt, ose të vinë disa nga shenjat e Zotit tënd, ditën kur të vinë shenjat të caktuara të Zotit tënd. Askujt nuk do t'i vlej besimi, nëse nuk ka besuar më parë, ose nëse nuk ka bërë asnjë të mirë prej besimit të tij. Thuaj, prisni sepse edhe ne jemi duke pritur. Vërtet, për ata që e përçan fenë e tyre dhe u ndan në grupe, ti nuk ke asnjë përgjegjësi. Çështja e tyre është vetëm tek Allahu. Ai do t'ua tregojë të vërtetën se çfarë kanë bërë. Kush bën një të mirë, ai do të shpërblehet 10 fish, e kush bën një të keqe, ai do të ndërshkohet vetëm për të. Askujt nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Thuaj, vërtet Zoti im më udhëzoi në rrugë që është e drejtë, në fenë e vërtetë. Ajo është rruga e Ibrahimit, që ishte larg besimeve të kota dhe nuk ishte idhujtar. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë të gjitha për Allahun, Zotin e botëve.
ai është i pashoq. Për këto jam urdhëruar dhe unë jam i pari i atyre që i nënshtrohen vullnetit të tij. Thuaj, a të kërkoj tjetër Zot veç Allahut, kur ai është Zoti i gjithçkaje, secilit i rëndon e keqja e vet dhe askush nuk do ta mbart barën e tjetrit. Kthimi juaj është e Zoti juaj. Ai do t'ju tregojë të vërtetën e asaj për të cilën kundërshtoheshit. Është ai që ju ka bërë zëvendësues në tokë. Ai i ka ngritur disa nga ju në një shkallë më të lartë se të tjerët, për t'ju sprovuar në atë që ju ka dhënë. Allahu është ndëshkues i shpejt, por ai është edhe falës e mëshirëplot.